Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Bëhuni gati, ja kur vjen nxehti afrikan në vendin ton. Një vale fuqishme të nxehtit pritet të godasë Italinë dhe rajonin, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, gjatë javës që po vjen. Sipas të dhënave meteorologjike, një anticiklon i fuqishëm do të pozicionohet mbi kadishullin italian, duke sjellë rritje të ndjeshme temperaturash nga jugu në veri të vendit. Parashikimet tregojnë se nxehtësia e madhe nuk do të kufizohet vetëm në Itali, por do të shtrihet edhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë këtu Shqipërinë, ku temperaturat priten të kalojnë vlerat mesatare sezonale. Moti përvolues do të përfshijë thuajse të gjithë territorin, ndërsa vetëm zonat alpine dhe lartësitë malore mund të përjetojnë një freski relative. Sinoptikanët paralajmërojnë se kjo situatë mund të sjellë ditë me temperatura mbi 35 gradë Celsius në disa qytete të Shqipërisë, sidomos në zonat e ulta dhe ato pranë Bregdetit. Gjithashtu rekomandohet kujdes i shtuar për grupet e ndjeshme ndaj nxehtësisë, si të moshuarit dhe fëmijët, si edhe shmange e ekspozimit të zgjatur në diell gjatë orëve të pikut. Valët e nxehtësisë si kjo që pritet të godas vendin janë gjithnjë më të shpeshta si pasojë e ndryshimeve klimatike, çka bën të nevojshme marrjen e masave mbrojtëse nga qytetarët dhe institucionet. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.